partitë politike opozitare, në qoftë se lejojnë që zotri Kurti ta emërej dikë president, ky vend i kalon durt, sepse ne kalojmë automatikisht në autoritarizëm. Nëse marrim situatën aktuale të gjykatës kushtetuese, ne e dimë që shumë prej gjyqtarëve mungojnë aty dhe kush do i propozoj ata, kush do i votoj ata, të me thonë do jenë shumë prej tyre do jenë me ndikim politik ose besoj nga lëvizjave të vendosje. Prandaj partitë opozitare vetëm koalicion që duhet me bo është për presidentin që presidenti të vi nga partitë opozitare. A besën që ka një konsenzus në mrena partive që shta zotri Rexhaj për prokurorin? Një farë pajtueshmërie për këtë emër e prokurorit? Kroni, unë jam i prirur të besoj në Kosovën edhe nuk besoj, nuk kom qef me thonë që ky prokuror është i keq ose i dobt për shkak se nuk kiti asnjë fakt. Ose pse ka fol me parti politike, sepse se ki prap asnjë fakt. Unë jam i prirur të besoj fakteve, jo thashe themeve, andaj nuk kom qef të paragjykoj prokurorin, nuk kom qef të paragjykoj, e ka pas një rast, e vërtet, e ka pas një rast me ministren, ka të drejt vullnetit që ka po thot, po me gjithat është një rast i cili është në hetime, pavarësisht që ai mund tjetë sot krye prokuror, hetimet edhe ndajti vazhdojnë, askush nuk është mbi ligjin. Prandaj, ne s'duhet të lejojmë që të merë presidentin dhe gjykatën kushtetuese ky Albin Kurti për shkak se atëherë Albin Kurti kalon mbi ligjin. Çka po thu vullnet një replike pote? Jo, unë kam një kundërshtim. Është mas pari naive, kësha pas shef, edhe me besuna si sistemi utopik, ku me dhe me krye prokurori përsëri vazhdon të hetohet, edhe pse është krye prokuror, ka gjerë në edina këpëjetojnë, edhe edina ndikimin, edhe edina qysh, nëse një njeri që u kam prokuror në Prishtinë, e ka ditë e nevejshme me shku ministres në gjyre, edhe mi thonë, qëre se dikën që jam të ta hetu, nuk e kam bashkë për ty, aja të regon për mentalitet o dheqës të prokurorisë, mja thonë qaja, një njeri tilë ka shku, është bota është në kryet të saj prokurorisë, edhe për mu, që kjo nëse ka lënë edhe nëse PDK-ja dhe LDK-ja për vitet tona na kanë folë për një sistem të kapur dhe përsëri vazhdojmë me leju mu kap këtë sistem edhe mos me folë heq kur gjë, për shkak që krejtve për ju konvenon rahatia me ligjin, krejtve për ju konvenon mos më njek penalisht do, kështu që one kjo është sinonimi i një farpajtueshmërie mbrana këtyre grupeve politike që kur vjen puna për që më thonë për punët e tyre, ata nuk e bëjnë shumë zhurmë. Krejt që pajtona me ty vullnet, e kemi pas një super njeri për të vendosur për krye prokuror, të dëshmuar në çdo aspekt, që është zotri Blerimi Sufaj, në raport me zotrin Gashi është si nata me ditën, një zotri Gashi të cilin e kemi pa publikisht, se unë prap po them që unë jemi prirur t'i argumentoj faktet, jo thashe thëmet, një zotri Gashi i cili nuk din me u përgjigj në një pyetje të thjesht, dhe një krye prokuror të prokurorisë speciale i cili ka sukseset të hatashme, në qoftë se e bëjmë këtë krahasim, zotri Gashi bie poshtë në fund pusit. Por për ndryshe, nuk jam i prirur ta paragjykoj që ai do jetë, nuk do ngreja këtë akuza ndaj atyre që janë korruptum, nuk do ngreja këtë akuza ndaj atyre që bëjnë vrasje, që bëjnë krim të organizum, sepse atëherë s'di pse. Por zotri Rexhaj kishte pikpyetjet e tij. Para 5 minuta është i kishte pikpyetjet. Unë vetë ato, na jemi në qëtë emision këtu dhe kërë na i bën i pyetjet, i pakti prej neve, thotë, të rekom edhe njerës që ka pyetje, edhe pse jemi shumë njerës. Në kom dhonë shumë provime një teme, kom pa njerës, do brucosha si kishin arë në Prishtinë, veç me shetit, nuk lexojshin kur gjo. Kur vishin provim, janë nishin me qashtu me dhonë provimin, pa e nuk funksionon. Me të vërtet ishte skandaloz. Me në anë tjetër ka njerës që mund të kemë... Përsërit ajo disa herë. E për një prokuror si duhet me folë rrjedhshëm, me ditë gjanat rrjedhshëm, me ditë detyrën e vetë rrjedhshëm, ai nuk e dinte. Edhe të jetë qitë në punën e tij, realisht, na e kena qenë një shtek që me pas shumë presion prokurori. Absolutisht se çështja e prokurorit të na shty një kohë gjatë, nuk është dekretuar, edhe pse unë se kuptoj se na gjithmonë Vjosa Osmanin e kanë larguar prej aty se gjoja është kundër Albin Kurtit. Ajo në fakt asnjë veprim nuk e ka bërë kundër Albin Kurtit, i ka folë disa fjalë, po ditën e fundit o dashur me dekretu Blerimi Sufin. Ka qenë zyre, ka të pas kompetenca, pa jo prapë e lakshtu ja u la çështjen dorë. Do me thonë kjo loja e Vjosa Osmanit ka qenë me dy anë. Ta kritikoj Albinin për me marrë vota prej opozitës, por jo veprime. Si do ta dekretonte Sufajin kur e ka refuzuar vetë?
Po ka mujt ditën e fundit, Pra për inat të Kurtit ta bënte, pa thua. Masi jo pasë, po del tash kundër Albin Kurtit në zgjedhjen në fushat, ka mujt me bot dekretimin. A ta shohim reagimin e